Përshëndetje, mirë se erdhët në mësimin e radhës. Sot do të mësojmë për sa i përket object pronouns and reflexive pronouns. Object pronouns janë për emrat të cilët zvendësojnë kundrinorin. Pra, në kundrinorin kemi atë të cilën merr, pra mbi të cilën bie veprimi. Dhe për emrat e kundrinorit në anglisht janë me, mua, you, ty, him, ati, her, asaj, it, ati ose asaj, që në këtë rast e përdoren për sende dhe kafsh, as, neve, ju, juve dhe them, atyre. Pra, neve kemi her, asaj ose atë, dhe kjo varet ose him, ati. Tani, varet neve për emrin e kundrinorit e përdorim dhe për kundrinorin e drejtë dhe për kundrinorin e shtrejtë. Për shembull, në qoftë se neve bëjmë me pyesim me kë, pra, në këtë rast neve kemi gjetur kundrinorin e drejtë. Dhe themi, Jane met him at the bar. Jane takoi atë në bar. Kë takoi Jane? Atë. Pra, him. Në këtë rast është kundrinori drejt. She invited them to the party. Ajo ftoi ata në party, pra në fest. Ftoi ajo ata. Okej, kjo mund të përkthehet ata si përemër vetor, por në këtë rast nuk është përemër vetor, por është përemri kundrinorit. Pra themi them. Okej? Ose në qoftë se neve e gjejmë me përemrin pyetës kujt, në këtë rast neve kemi në këtë rast gjejmë kundrinorin e shtrejtë. My friend gave me a present. Shoku im ose shoqja ime më dha mua një dhuratë. Kujt ja dha? Mua. Në këtë rast mua është kundrinori i shtrejtë. I wrote him a postcard. Unë i shkrova atij një kartolinë. Kujt ja shkrova? Atij. Him. Në këtë rast është kundrinor i shtrejtë përsëri. Më pas kemi reflexive pronouns. Në këtë rast, në qoftë se tek object pronouns veprimi binte mbi kundrinorin, në këtë rast veprimi që bëhet bie po prap mbi personin që e bën. Pra, në qoftë se e bëj unë veprimin, veprimi bie po prap mbi mua. Dhe në këtë rast kemi myself, vetja ime, yourself, vetja jote, himself, vetja e tij, herself, vetja e saj, itself, vetja e tij e saj për sende dhe kafsh, ourselves, vetja jon, yourselves, vetja juaj, dhe themselves, vetja e tyre. Pra, këto janë reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Shikojmë disa shembuj. Atëherë kemi I taught myself how to play the guitar. Unë mësova vetes time si të luaja kitar. Pra, unë e bëra veprimin dhe veprimi ra po prap mbi mua, sepse unë e bëra vetë atë. He cut himself while chopping vegetables. Ai preu veten e vet, ndërkohë që ishte duke prerë perime. She looked at herself in the mirror. Ajo pa veten e saj në pasqyrë. We enjoyed ourselves at the party. Ne e shijuam veten tonë në party. The cat groomed itself after eating. Macja pastrohet vet pasi ha. You should be proud of yourself for completing the project. Duhet të ndjehesh krenar për veten tënde për që plotësove, pra përfundove projektin. You all need to prepare yourselves for the test tomorrow. Ju duhet të përgatisni veten tuaj për test nesër. They blamed themselves for the mistake. Ata fajsuan veten e tyre për gabimin. Pra, në këtë rast, kemi këto janë reflexive pronouns. Veprimi bëhet nga kryefjala dhe bie po prap mbi kryefjalën. Pra, ky ishte mësimi për sa i përket object dhe reflexive pronouns. Të dëgjojmë në videot e radhës.